Ashtë e mundur të stabilizohet ose të ullet dioptria pa ndërhyrje kirurgjikale? Nëse flasim për ndalimin e asaj kursit natyror që e ka dioptria të rritjes së saj, atëherë shumë e vështirë me ndiku edhe ne si mjek edhe pacienti vet. Ne mujmë mi ngadalësu atë proces në një farë shkallë, për shembull për një fëmijë, një personat që kanë dioptri minus, dioptria minus rritet, është proces natyror, nuk mundemi ne mi ndalë. Mirë po mujmë ngadalësu këtë rritje, duke kufizu kohën në teknologji, duke kufizu kohën në telefon, në kompjuter, laptop, dhe duke rrit domethënë aktivitetet fizike jashtë në ambient të hapur, në ambient në natyrë, kështu mundemi me ndiku pak mu ngadalësu kjo rritje. Mirë po mund dalë komplet, nuk mundemi. Për atë arsye edhe kur një pacient kërkon eliminimin e dioptrisë, është shumë e rëndësishme që së pari të vlerësohet edhe të mirët vendimi që dioptria është ndalë, është stabilizu, që kryesisht ndodh në moshën 20 vjeçare. Kur pacienti arrin moshën 20 vjeçare, në 90% rasteve dioptria stabilizohet vetë. Pastaj ne mund të mendojmë për metoda tjera për mi korrigju dioptrinë.